Atëre, pa dashur të zgjadhem shumë, dua të kujtoj se kohë më parë në fillimet e këtij mandati të ri kemi ndarë me publikun ambicien për të krijuar një forcë të re në tregun e hidrokarbureve, një operator modern dhe dinamik, i cili të bëjë në një farë mënyre edhe rolin e një regulatori të tregut në funksion të mundësive më të mira për konsumatorët. Por, gjatë rrugës, na u shfaq një krizë shumë domethënëse, e cila përsëri vuri në diskutim çështjen e rezervave strategjike të naftës, të cilat ne i kemi sigurisht të rregulluara me një kuadër ligjor që me ligjin e ri të çuar përpara nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë bëhet një kuadër i plot. Ama nga ana tjetër, ne duke pasur parasysh pikërisht këtë marrëdhënie jashtëzakonisht të veçantë strategjike me Italinë dhe në kuadrin e kësaj marrëdhënie, duke pasur parasysh këtë raport të afërt bashkëpunimi me Enin, që është një gjigant global në tregun e hidrokarbureve, por që njëkohësisht është edhe një potencë e madhe e cila ka edhe prezencën e vet në Shqipëri, që prej vitit 2019. Ne ju qasëm Enit, edhe siç e tha edhe administratori i deleguar i Enit, që është për i të vërtetës figura më stabël në historinë e politikës dhe të jetës publike italiane pas rënies murit Berlinit, është edhe raporti personal që na jep mundësinë që të kemi një komunikim më të shpejtë. Kështu që folëm për një bashkëpunim strategjik me Enin në krijimin e këtij operatori të ri, i cili do të marrë përsipër dhe garantimin e rezervës strategjike të naftës. Që do thotë që përmes këtij partneriteti, Shqipëria nuk do të ketë më asnjë dilemë për çfarëdo krize që vjen përpara në aspektin e rezervës strategjike.